Dosjen e spakut të Belinda Ballukut, e cila duhet t'ju shkojë çdo deputeti që të vihet në kushtet për të votuar heqjen e imunitetit. Dhe akoma nuk na kthyer një përgjigje. E para kjo. Minimalisht, zoti kryetar, një përgjigje. Po, jo. Dua, s'dua. Se kështu ka vajtur kjo punë. Është gjithçka në dorën tuaj, ju nuk pyesni as për rregullore, as për ligje, bëni çfarë ju do qefi. Tani, përveç kësaj, nga ana tjetër, zoti kryetar, ka një deklarat të Bashkimit Evropian, ku thot shprehimisht, po lexoj deklaratën, siç kemi deklaruar më parë, është përgjegjësi e Kuvendit të Shqipërisë të trajtojë pa vonesë kërkesat për heqjen e imunitetit të anëtarëve të tij. Vonesa në lidhje me votimin mbi heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, mbi kërkesën për arrestim të Belinda Ballukut, është e papranueshme. Po mbroni të korruptuarit. Gjithë interpretimi dhe tallja, do thosha, doli Tauland Balla tani dhe tha, nuk është tha kërkesë për heqjen imuniteti për arrestimin e Belinda Ballukut. Jo, është leje autorizimi për mas sigurie. Si ç'është kjo punë? Si gënjeni njerëzit në çfarë mënyre? Është kërkesë për arrestim, Tauland. Duan t'i vënë prangat. Shqip. Tani, ju pëlqen, s'ju pëlqen. Kjo është. Ju quheni mas sigurie, ju quheni leje, bëheni si të doni. Ka një kërkesë nga spaku për arrestimin e Belinda Ballukut, zoti kryetar. Po u mbisni kohën kot, duhet sa më shpejt që ky kuvend të marrë një vendim, dhe para se të marrë vendimin, duhen që të gjithë deputetët të kenë dosjen që spaku ka sjellë në kuvend, në mënyrë që deputetët të vijen në dieni me provat që spaku ka mbledhur. Është shumë e thjeshtë. Faleminderit. Zoti Shea, do të merrni përgjigjen me shkrim, por gjithsesi përsëri po dalim nga rendi i ditës, sepse kjo nuk është një seancë pyetje përgjigje me kryetarin e kuvendit, por po e them edhe një herë, ka një urdhër të prokurorit të posaçëm për ruajtjen e sekretit hetimor. Çdo deputet antar i Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve që ka kërkuar të njihet me materialet, ka firmosur një deklarat para prokurorit për ruajtjen e sekretit hetimor. Në këto kushte nuk është e mundur dhe nuk është e lejuar, madje është urdhëruar që materialet të mos publikohen dhe të mos shpërndahen. Nëse e doni me shkrim, keni drejt formalisht ta pretendoni me shkrim, do ta merrni përgjigjen. Askush nuk mund ta marrë dot, madje asnjë antar i Këshillit të Mandateve, nëse nuk ka firmosur deklaratën për ruajtjen e sekretit hetimor para prokurorit. Shumë faleminderit.